Kur kanë mbetur edhe pak orë nga nisja e votimeve në territorin shqiptar, 80% e emigrantëve tashmë kanë bërë zgjedhjen e tyre dhe zarfet kanë mbërritur në Tiranë. Deri në mesditën e kësaj të shtune janë më shumë se 181.000 zarfe të kthyera, nga 227.000 që u dërguan në diasporë, ndërsa rreth 18.000 nuk u morën nga personat të regjistruar, çka do të kthehen të paprekur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Sipas tabelave të KQZ, në 26 shtete procesi ka përfunduar tërësisht. Bëhet fjalë për rastet ku ka numër të ulët të emigrantëve që kërkuan të drejtën për të qenë pjesë e procesit, nga ku do të dalë kuvendi i ri. Në 16 raste ka pasur vetëm nga një votues, në 4 nga 2. Me 3 votues janë 3 shtete, ndërsa në Malajzi të drejtën e kanë ushtruar të 4 emigrantët. Kazakistani me 7 të tillë dhe Meksika me 9, po ashtu e kanë mbyllur procesin. Megjithatë, Italia zë peshën më të madhe me mbi 71.000 emigrantë që kanë kthyer zarfin mbrapsht. Duket se edhe në Greqi, situata është bllokuar dhe kanë mbërritur 45.000 materiale. Në të dy shtetet janë dhe nga rreth 20.000 emigrantë që ende nuk u kanë mbërritur fleta. Procesi grumbullimit do të vijojë deri të dielën në orën 19. Numërimi i tyre do të nisë paralelisht me qarqet, ku e kanë pasur vendbanimin emigrantët para se të largoheshin nga vendi.